Ja si duket sot e famshmja Pipi çorape gjatë. Pipi çorape gjata shënoi shumë fëmijë ri. Brezat janë rritur me aventurat e vajzës së shqetësuar me njolla, flokë të kuqe dhe të çuditshme, heroina e tregimeve të shkruara nga shkrimtarja suedeze Astrid Lindgren. Koleksioni i parë u shkrua në 1944 dhe u botua në 1945. Tregimet ishin aq të njohura sa u përkthyen në më shumë se 90 gjuhë. Më në fund, ato arritën në ekranet e vogla. Filmi dhe seriali për vajzën më të fortë në botë u filmua midis viteve 1968 dhe 1970 dhe Pippi Longstocking ndryshoi jetën e Inger Nilsson. Rreth 8.000 vajza aplikuan për audicion. Në fund, roli shkoi 8-vjeçares Inger, e cila me sa duket ishte më e ngjashme me personazhin e librave, por vetëm në pamje, jo energji. Pipi është krejtësisht ndryshe nga unë. Unë isha një vajzë e tërhequr dhe kisha një karakter tjetër, ka treguar dikur aktorja. Si u bë sekretare Pipi çorape gjatë? Por pas suksesit të madh të filmit dhe serialit, të gjithë në Inger vazhduan të shikonin Pippi Longstocking. Nuk ishte lehtë për të shkëlqej në zhanre dhe role të tjera. Ajo vazhdoi të aktrojë kryesisht në shfaqje teatrale. Nga viti 2007 deri në vitin 2018, ajo luajti në serialin gjerman të krimit Der Kommissar and das Meer dhe disa projekte të tjera suedeze. Dhe më vonë mori një punë si sekretare në Zyrën e mjekut. Ajo gjithashtu regjistroi disa këngë, shkroi libra, drejtoi programe në televizionin suedez.